Dhe kjo gjendje do ndryshoj me Partinë Demokratike të Kosovës në pushtet me 28 dhjetor. Me qëndru të bashkuar, plot energji, shumë punë deri në fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës. Kosova nuk ka dështuar. Kosova është keq qeverisur. Po, Kosova është lodhur. Po, Kosova nuk është thy. Kjo qeveri është ardhur në pushtet me shumë premtime. Ka realizuar shumë pak. Ka përqoh drama, kriza, mungesë stabiliteti, rritje e çmimeve, të produkteve bazike, 40-50%, rritje e çmimit të energjisë elektrike, mbi 100%, rritje e çmimeve dhe ngelje pagave dhe pensioneve përafërsisht në nivel të njëjtë dhe përkeqësim i standardit jetesës. Dhe kjo gjendje do ndryshoj me Partinë Demokratike të Kosovës në pushtet me 28 dhjetor. Ne do të hapum një kapitull 3, kapitull të stabilitetit, kapitull të zhvillimit, kapitull të shpresës. Ata e kanë një mesazh të qartë, një kërkesë për neve, me qëndru të bashkuar, plot energji, shumë punë deri në fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës me 28 dhjetor. Prandaj, ju lut gjithë juve, edhe gjithë diasporën që këto ditë po qëndron në Kosovë, cilët kanë shumë kontribut për Kosovën, edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës, edhe financimin e luftës, edhe financimin Kosovë të miliarda euro pas lufte, që me 28 dhjetor, gjithë bashkë, me energji pozitive, mënyrë solemne, mënyrë masive, me dalë me votue, numrin 130 Partinë Demokratike të Kosovës,